Dy trupa pengjesh izraelite janë kthyer nga Izraeli pasi grupi militant palestinez Hamasi i dorëzoi autoriteteve trupat e Amiram Cooper, 84 vjeç, dhe Sahar Burak, 25 vjeç. Ushtria izraelite konfirmoi se pas procesit të identifikimit trupat janë sjellë në AD, ndërsa kërkojnë nga Hamasi zbatimin e plotë të marrëveshjes së armëpushimit. Forumi i pengjeve dhe familjeve të zhdukura në Izrael bëri thirrje për kthimin e të gjithë trupave të 11 pengjeve që ende ndodhen në Gaza. Sipas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, Hamasi ka pranuar të dorëzojë eshtrat e 28 pengjeve të vdekur në kombim të 360 militantëve palestinez të vrarë në luftë. Emira Cooper u rrëmbye bashkë me bashkëshortin e tij Nurit me 7 tetor 2023, ndërsa gruaja u lirua pas 17 ditësh. Amiram mbeti peg deri në vrasjen e tij në shkurt të 2024-s. Edhe Sahar Baruk u rrëmbye gjatë sulmit të Kibbutz Be'erit, ku militantët e Hamasit vranë vëllain dhe gjyshen e tij. Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite ka ndërmarrë sulme ajrore për të tretën ditë radhazi në rripin e Gazës, duke vrarë 2 palestinezë dhe duke nxitur frikën për rikthimin e përshkallëzimit të dhunës në enklavën e shkatruar.